Do të shkojmë në një lidhje të radhës, është gazetarja Alketa Shaba, e cila ka qenë dhe ka ndjekur sot procesin e numërimit në Kamës. Alketa, çfarë po ndodh aty aktualisht? Përshëndes edhe një herë Dafina, në fakt në njërin prej tavolinave ku po bëhej procesi i numërimit për disa çaste pati ndaluar procesi për shkak se grupi i numërimit kërkoi pak pushim, duke qenë se për disa orësh kanë vijuar të numëronin kutitë e votimit këtu në KZAZ numër 28 në Bashkinë e Kamzës. Aktualisht po punojnë të 7 tavolinat dhe 7 grupet e numërimit dhe po numërojnë të gjitha kutitë, ndërkohë që kanë mbetur dhe rreth 60 kutitë në gjithë Bashkinë e Kamzës për të numëruar, të cilat nuk janë hapur ende, pasi vetëm 72 prej tyre janë hapur deri në këtë moment, sa i përket të dhënave më të fundit që kemi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku vijon të kryesoj Partia Demokratike me 12.124 vota, duke lënë në vend të dytë Partinë Socialiste me 11.010 vota. Ndërkohë që disa partia të tjera po ashtu kanë marrë, po themi, vota të konsiderueshme. Kemi PSD me 929 vota, Partia Mundësia me 878 vota, kemi koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet, e cila ka marrë 586 vota, Partia Koalicioni Euroatlantik 731 vota, ndërkohë që partitë e tjera më të vogla kanë marrë një numër të vogël votash, siç është Lëvizja Adveo me 25 të tilla, Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare me 24, Partia Aleanca Demokratike e Re 37 vota, Koalicioni Djathtas për Zhvillim 31 vota. Është ky bilanci që paraqitet deri në këtë moment nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndërkohë që kjo është në tërësi sa i përket Bashkisë së Kamzës, ndërsa sa i përket Paskuqanit, duhet të thënë që nga 44 kuti votimi deri në këtë moment janë numëruar vetëm 29 prej tyre, ku edhe në Paskuqan kryeson Partia Demokratike me një diferencë mjaft të ngushtë votash me Partinë Socialiste. Konkretisht Partia Demokratike ka marrë 4.843 vota, ndërkohë që Partia Socialiste 4.239 të tilla. Procesi, duhet thënë Dafina, që vijon me ritme të ngadalta, siç kemi përsëritur edhe në lidhjet që kemi bërë her pas here, dhe nuk pritet po themi që të ketë një shpallje të rezultatit ndoshta mbrëmjen ditën e nesër, pra mbrëmjen e ditës së nesërme, pasi me këtë ritëm që ka vijuar ditën e sotme nuk do të ketë me gjas një rezultat që mund të shpallet sa i përket Bashkisë së Kamzës. Mirë, Alketa, nga lidhja me ty do të kalojmë tek një tjetër koleg, Bekim Bici. Tashmë nga Durrësi është pozicionuar tek KZAZ-ja në Vasil Shanto për të mësuar mbjetësurinë e procesit të numërimit aty. Në fakt, komisioneri Celibashi para pak çastesh evidentoi si problematike disa KZAZ të qarkut të Tiranës, por kryesisht vonesa që sipas tij kanë ardhur për shkak të lodhjes së komisionerëve. Çfarë po ndodh aktualisht, Bekim? Njërë të përshëndesh Dafina, ndodhe një pikërisht në KZAZ që është vendosur në shkollën Vasil Shanto, që mban numrin 36, në këtë KZAZ po numërohen qetet e votimit e njësisë 5 të Tiranës, nga të cilat deri në këtë moment kanë arritur të numërohen 33 prej tyre nga 96 që janë në total. Shpresohet që në këtë moment procesi i numërimit po vijon normalisht, nuk ka të regjistruara incidente dhe në këtë qendër, le të themi, apo në këtë KZAZ, në të gjitha këto qendra votimi të numëruara, pra në 33 qendra të votimit të numëruara deri në këtë moment, kryeson Partia Socialiste me 49.50% të votave, apo të ndryshe 5.696 vota ndjes, përkundrejt Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, e cila deri në këtë moment nga 33 qendra të votimit të numëruara ka grumbulluar 3.381 vota, ose në të ndryshe 29.38%. Ndërkohë e treta në radhë në këtë njësi, pra në njësinë 5 në kryeqytet, renditet Partia Mundësia e Aldron Shehajt me 842 vota të grumbulluara, apo 7.32% të votave. Ndërkohë një tjetër rezultat është edhe ai i Lëvizjes Bashkë, e cila ka arritur të grumbulloj 4.71% të votave, apo 542 vota, dhe pas saj renditet Partia Nisma Shqipëria Bëhet me 405 vota, apo 3.52% të votave të numëruara nga 33 qendra votimi. Lënë të theksohet
që deri në këtë moment që tash janë 33 kuti të mbuluara, por janë hapur aktualisht edhe disa kuti të tjera në momentin që kemi mbërritur dhe pritet edhe raportimi i kutive të mbyllura apo të përfunduara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nëpërmjet sistemit elektronik. Vlen të theksohet edhe një herë, Atina vijon të jetë proces normal, nuk ka pasur incidente të paktën në këto momente që ne kemi mbërritur, vijon numërimi normal pa kontestime nga palët. Mirë, Bekim, të falenderoj për një tjetër përcjellje të informacioneve të fundit të saj përket aktivitetit të kësaj KZAZ-e tek Vasil Shanto, ndërkohë siç e kemi bërë me dije edhe gjatë ditës së sotme ka pasur tension pranë Parkut Olimpik aty ku do të numërohet, ka nisur në fakt, por ka qenë me ritme shumë të ulta numërimi i votës së diasporës të ardhur për këtë proces zgjedhor, rreth 192.000 arritën të mbrinë përpara mbylljes, orarit zyrtar, ora 19 një ditë më parë, njësoj si edhe në Shqipëri kur u mbyll zyrtarisht procesi i votimit. Komisioneri Celibashi u pyet në fakt specifikisht edhe çfarë do të ndodh me votat e Greqisë, gjithsesi edhe për incidentin, pretendimin që erdhi nga Lëvizja Bashk më herët, ne do të shkojmë në këtë momente në një lidhje me gazetaren Gerola Hate. Gerola, përshëndetje. Gerola, nuk di nëse dëgjojmë. Kemi një problem me lidhjen, Gerola nuk të dëgjoj qartë. Pra, kolegja Hate është e pozicionuar pranë Parkut Olimpik gjatë ditës së sotme. Përfaqësues të Lëvizjes Bashk kanë pasur pretendime, patën edhe një debat me komisionerët të cilëve u kishin kërkuar për më shumë se një herë, të paktën kështu thuhej në reagimin e vëzhgueses së Lëvizjes Bashk që t'i kalonin më avash fletët e votimit pasi e kishin të pamundur që të procedonin dhe të shihnin qartë se cili ishte subjekti apo kandidati i mbështetur nga diaspora. Gerola, dëgjojemi në këto momente, uroj që po. Edhe gjatë ditës së djeshme, pikërisht votat e diasporës kanë prodhuar përplasje, debate, pretendimet e Partisë Demokratike për të mos përfshirë në proces votat e ardhura nga Greqia, ndërkohë një vendimarrje komisionit të qendror të zgjedhjeve për t'i lënë mënjanë në këtë fazë për të mos bllokuar procesin. A do të ketë një vendim nga KAS, u pyet në fakt specifikisht Celibashi, ka pasur ankesa edhe nga Partia Socialiste për këtë vendimarrje dhe për faktin se janë rreth 53.000 përbëjnë numrin më të madh të votave të diasporës, ato që kanë ardhur nga Greqia. Pres një tjetër konfirmim nga regjia nëse do të mund të realizojmë lidhjen me kolegen Hate pikërisht pranë Parkut Olimpik në lidhje me problematikat që ka pasur deri tani një proces i avashtë i numërimit. Gerola, më duket dëgjojemi dhe shihemi këtë radhë. Unë dëgjoj shumë mirë, Dafina, nuk e di nëse ju më dëgjoni. Atëherë, është ka përcyer tensioni më i fundit, pretendimi i Lëvizjes Bashk në lidhje me kalimin e shpejtë të fletëve të votimit? Në fakt që prej ditës së djeshme ka pasur disa pretendime nga vëzhguesit e Lëvizjes Bashk në orët e vona të natës, ata janë pozicionuar në fakt prej 2 ditësh këtu në Parkun Olimpik për të ndjekur nga afër procesin e numërimit të votave, ka pakënaqësi nga ana e tyre dhe pretendime se votat për subjektin e tyre politik në fakt po numërohen për një subjekt tjetër. Kujtojmë se gjatë gjithë kohës është e fulmuar momenti kur numërohen fletët e votimit, kështu që është lehtësisht e verifikueshme çdo pretendim i Lëvizjes Bashk. Nga ana tjetër, sikurse e theksove edhe ti, Partia Demokratike vijon të këmbgul në kërkesën e saj për të veçuar fletët e votimit nga Greqia dhe për të marrë në dispozicion të gjithë praktikën e ndjekur nga operatori postar i kontraktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sa i takon mënyrës se si është administruar vota e ardhur nga Greqia. Sipas tyre ka pasur pakorrektësi nga ana e shërbimit postar, qoftë momentin e dorëzimit të zarfeve me materiale zgjedhore, po ashtu edhe në kthim. Sipas Partisë
Partisë Demokratike janë përdorur edhe nën kontraktorë të cilët nuk kanë qenë korrekt sa i takon kontratës së parashikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kujtojmë se peshën më të madhe të votave të diasporës këtë vit e mbajnë ato të mbëritura nga shteti helen, kësaj do të merren masa, padyshim që do të numërohet vota e ardhur nga Greqia, në asnjë moment nuk mund të ketë një pezullim të këtij procesi pasi mban peshën më të madhe të votës së diasporës, megjithatë do të shihet se cili do të jetë mekanizmi zhbllokues kësaj radhe. Ka pasur vazhdimisht pengesa procesi i numërimit të votës së diasporës, pasi sikurse thash edhe më herët do të ketë një peshë të madhe në këtë zgjedhje, po edhe vetë mënyra se si numërohen zarfet e ardhura nga emigrantët është e tillë që kërkon më shumë etapa dhe më shumë kohë për të numëruar, pasi fillimisht ndahet zarfi B nga zarfi A, më pas veçohen vetëm fletët e votimit, kontrollohen nëse e kanë vulën përkatëse e më pas fillon numërimi për subjektin politik në një etapë shumë të mëvonshme, ndoshta mund të startojë edhe numërimi sa i takon kandidatëve. Do doja të ndaleshim tek shifrat më të fundit, të cilat janë pasqyruar në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në total janë numëruar 15.302 zarfa me fletë votimi nga 194.889 që janë në total. Partia Demokratike ka siguruar 4.253 vota, pra 28.01% të totalit, duke u renditur kështu e dyta pas Partisë Socialiste, e cila kryeson në votën e diasporës me 8.482 vota, ose 55.87% të totalit të zarfave të mbëritur nga diaspora. Gjatë gjithë kohës këtu në Parkun Olimpik në Tiranë janë të pranishëm përfaqësues dhe eksponentë të rëndësishëm politik, duke filluar nga zoti Tauland Balla i Partisë Socialiste, po ashtu dhe Josefina Topalli e Partisë Demokratike, por vazhdimisht vijnë edhe eksponentë të tjerë, po ashtu dhe përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike për të monitoruar në kohë reale çdo proces që ndiqet sa i takon votës diasporës për të konstatuar edhe ndonjë paregullsi e cila duhet adresuar. Do të shihet në vim se si do të shkojë ky proces. Nga ana e misioni vëzhgues të OSBE-Odirit pati një konferencë ditën e sotme dhe nuk u konstatuan në fakt asnjë problematikë sa i takon votës së diasporës, pra ky proces konstatohej si mjaft i rëndësishëm dhe i ndjekur me rigorozitet dhe përgjegjësinë nga ana e vëzhguesve të OSBE-Odirit. Megjithatë do të shohim dhe raportin e tyre përfundimtar që pritet të dalë pas muajit maj. Mirë Geriola, të falenderoj për informacionin e përcjell. Si që bë me dije, vion ende procesi i numërimit, ndërkohë që vota e diasporës deri tani ka pasur një ecuri të ngadalt, rreth 15.300 vota të numëruara, nga rreth 194.000 që kanë mbritur, megjithatë 192.000 janë brenda orarit të zyrtar. Do të shohim se si do të procedohet me pjesën tjetër prej 2.000 votash. Ndërkohë ndahen 8.400 afërsisht për Partinë Socialiste dhe 4.200, pra është në dy fishin e votave të lexuara deri tani Partia Socialiste sa i përket votës së diasporës, e paqartë se çfarë do të ndodh me votën e ardhur nga Greqia, teksa vijon procesi i numërimit edhe në nivel kombëtar. Partia Socialiste rezulton në avantazh. Nëse do të vijojë me këtë ecuri, me këtë ritëm, do të shkojnë në një llogaritje të rreth 83 mandateve përkundrejt 51 mandateve për Partinë Demokratike dhe aleatët e saj. 3 mandate duke renditur si forcë të tretë në këto zgjedhje, duket se janë deri në këtë fazë socialdemokratët, e më pas mundësia e Lëvizja Bashkë do të mund të marrin një mandat nisur nga të dhënat e deri tanishme. Ka pasur gjatë ditës së sotme në fakt Rama e ka nisur me një postim, çfarë reagimi, me një foto, duke mos dashur të komentoj drejt për drejt këtë rezultat të zgjedhjeve, e më pas është marrë me punë duke u angazhuar në pozicionin e tij si kryeministër me inspektime të investimeve të ndryshme. Ndërkohë nga ana tjetër lideri i demokratëve, njëherë edhe i koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, Berisha pati në një prej daljeve me gazetarët, tha se gjatë ditës së sotme pikërisht kriteret e zgjedhjeve janë shkelur në mënyrën më të pamërshirshme. Partia Demokratike do të bëjë vlerësimin e saj ku të numërohet edhe vota e fundit, vetëm ai që është sipër, tha Berisha, mund të ndaloj Partinë Demokratike pa bërë gjithçka për mbrojtjen e votës së shqiptarëve.
Mbetet për të parë nëse Berisha do ta pranojë në fakt edhe atë që parashikon statuti i demokratëve për një dorëheqje në rast të një rezultati të tillë, të humbjes së forcës politike që ai drejton, apo sërish duke artikuluar në këtë linjë se është një proces i manipuluar, do të vijojë të jetë në krye të demokratëve. Ndërkohë, nga ana tjetër, sot ne kemi përcjellë edhe raportin para prak të OSBE-ODIR, ku në fakt evidentojnë problematika të shitblerjes së votës, përdorimit të administratës publike, por edhe burimeve të administratës në fushat, megjithatë në tërësi ka marrë një vlerësim pozitiv, dita e zgjedhjeve si një proces i qetë, transparent, e mbi të gjitha ka marrë një rëndësi roli i SPAK në përandalimin e krimeve elektorale, po ashtu vlerësohet fort edhe vota e diasporës. Për herë të parë, shqiptarët nga vendet ku jetojnë e punojnë arritën të bëhen pjesë, të regjistrohen dhe të dërgojnë votën e tyre për subjektin apo kandidatin e tyre të preferuar. Mirë, ne kemi mbritur në fund të këtij transmetimi, do të ndahemi bashkë, por në orën 20:30 do t'jeni sërish me Milaim Zekën. Mirupafshim.